Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kujdo t'ja merrte mendja se vetëm duke konsumuar speca djegës ju do të trajtonit këto probleme. Disa pjata janë aq pikante sa që kuzhinierët duhet ta mbajnë një mask gazi gjatë gatimit të mbrojtjes të tyre nga djegja. Ngrënia e ushqimeve djegëse ka një ndikim të pamohueshëm në të gjithë përfitimet e trupit të njeriut. Por ja se çfarë mund të ndodhë me trupin tuaj nëse konsumoni edhe speca djegës në dietën tuaj. Çfarë i ndodh trupit tuaj kur hani ushqimet pikante siç janë edhe speca djegës? Ju ndihmojnë të bini nga pesha. Ta hash ushqime pikante është një mënyrë e thjeshtë për të djegur dhiambin shtesë. Ato gjithashtu mund të zvogëlojnë edhe ushtrimet me një dietë të shëndetshme dhe konsiderohen si një nga produktet më të mira në lehtësimin e yndyrnave trupore. Ato janë të njohura për rritjen dhe harxhimin e energjisë dhe uljen gjithashtu të shqetësimeve tuaja të trupit dhe në sjelljen e rezultateve të kënaqshme ushqyese në menaxhimin e këtij problemi. Toleranca juaj për dhimbje do të rritet. Është e vështirë të besohet pasi ngrënia e ushqimeve pikante është edhe në vetvete për disa njerëz me disa përfitime të mira. Sidoqoftë, specialistët sugjerojnë se kapsaicin mund të synojë një substancë të veçantë në trupin tuaj që është përgjegjëse për ndalimin e dhimbjeve. Ajo mashtron trurin ton, çka i inkurajon atë edhe kundër dhimbjeve. Një bonus i mirë për ato që kanë edhe probleme të tilla të ngjashme. Sistemi juaj imunitar do të përmirësohet ndjeshëm. Na i siguroni ta keni pjesë të recetave tuaja. Nëse shijoni ushqimet pikante, trupi juaj do të pasurohet edhe me antioksidant. Ajo është veçanërisht e dobishme gjatë sezonit të ftohjes, pasi antioksidantët na mbrojnë nga mikrobe dhe stimulojnë gjithashtu përfitime të mira për shëndetin ton të përgjithshëm. Nëse tashmë ndiheni të dobët, gatuani speca djegës për të marrë gjithashtu përfitimet e tyre. Disa studime tregojnë se personat që konsumojnë speca djegës për 6 deri në 7 ditë të javës kanë një normë më të mirë të uljes së problemeve kardiovaskulare deri në 14%. Studimi vëzhgoi adhuruesit e ushqimeve pikante pavarësisht nga faktorët e tjerë të rrezikut dhe gjithashtu konsumi juaj i sheqerit do të ulet nëse përfshini edhe ushqimet pikante në dietën tuaj. Nuk është sekret që sheqeri është i tmerrshëm për shëndetin. Ekspertët thonë se speca djegës mund t'japin përfitime të mira për shëndetin tuaj dhe kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Disa i mbajnë larg, por disa nuk bëjnë dot pas speca djegës në reagimet e tyre të ushqimeve të shijshme. Por çfarë e bën specin djegës kaq special për organizmin? Diçka e vogël e quajtur kapsaicin. Arsyeja pse speci i kuq djegës është përdorur në mjekësinë tradicionale si pastrues është pikërisht ky përbërës që e mban atë edhe me shumë përfitime për organizmin. Kapsaicin është një përbërës i cili mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë përfitime. Pikërisht ky përbërës u jep shije ndjekëse, citojnë ekspertët. Profesori farmakologjisë dhe toksikologjisë në Universitetin e Michigan State University, Jamie Allan, citoi se speca djegës mund t'japin shumë përfitime për organizmin. Për shkak se kapsaicin arrit lehtë temperaturën e trupit, speci djegës mund të nxjisë metabolizmin tuaj. Disa kërkime kanë vërtetuar se kapsaicin ndihmon kundër dhimbjeve për shkak se redukton të quajturën substancën P, një kimikal i rëndësishëm për transmetimin e dhimbjeve. Nëse përdorni një krem me kapsaicin, në fillim do të keni më pak dhimbje dhe iritime, por më vonë do të ndjeheni më mirë. Specat kanë përmbajtje të lartë të antioksidantëve. Antioksidantët, këto substanca parandalojnë ose zvogëlojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuar nga radikalet e lira që gjenden me shumicë te specat e kuq djegës. Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar nga radikalet e lira, sidomos në lidhje me kolesterolin dhe trigliceridet. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe me kongestionin. Specat e kuq djegës ndihmojnë në pastrimin e kongestionit. Kapsaicin mund të zhbllokojë venat e gjakut dhe rrund dhe të çlirojë gjithashtu kongestionin. Mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova se redukton kolesterolin dhe trigliceridet dhe ndihmon qelizat të mos ngjiten me njëra tjetrën dhe të formojnë mpikësje.
Të gjithë këta faktorë promovojnë qarkullimin e gjakut të shëndetshëm. Produktet pikante, duke përfshirë këtu edhe speca djegës, nuk janë në përkëdo. Nëse keni probleme me djegjen e stomakut dhe urthin pas janë speca djegës, duhet të bëni kujdes me sasinë. Ushqimet pikante si speci djegës gjithashtu irriton zorrën tuaj duke shkaktuar edhe probleme të diarres. Prandaj, të vegjëlit dhe personat që vuajnë nga këto shqetësime duhet të evitojnë konsumin e ushqimeve pikante siç janë edhe speca djegës nga menuja e tuaj ushqimore. Speca djegës janë jashtëzakonisht të mirë për shëndetin dhe duhet të përfshihen me një masë të vogël në dietën tuaj. Duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato kanë, do të kthehen në një aleat të mirë të imunitetit. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e tyre ushqyese, specat e kuq djegës duhet të jenë pjesë të recetave tuaja të përditshme. Duke ditur kështu, edhe rëndësinë ushqyese që do t'i ofrojnë organizmit, do ta kthejnë atë në një aleat të vërtet në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Speca djegës mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë kundër migrenës dhe dhimbjeve të kokës. Studimet tregojnë se speca djegës mund të ofrojnë lehtësim të dhimbjeve nga migrena dhe sinoziti, citon dhe Elsaj. Kapsaicin është kimiku që i bën speca djegës, që janë të njohur se pengojnë në një neuropeptid kyç, substancën P që është çelësi i transmetimit të dhimbjeve në trup. Speca djegës për parandalimit dhe lehtësimin e sinozitit mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për këto persona që vuajnë nga ky shqetësim. Ndaj përfshirja e tyre në vaktet tuaja të konsumit mund ta kthejnë atë në një nga produktet më të mira ushqyese. Speci djegës është ndër ato ushqime që nuk duhet të mungojë kurrë në tryezën tuaj, sidomos edhe gjatë stinës së ftohtë, pasi mund të japë rezultate të mira ushqyese në parandalimin e një sër komplikacionesh dhe sjelljen e rezultateve të mira të trupit në mburojjen e tij kundër një sër problemesh. Mirëpo, për te shijes pikante, ai ka edhe një sër funksionesh terapeutike, të cilat jo të gjithë i njohin. Shija e tij përvoluese i detyrohet kapsaicinës, një enzim aktive që gjendet tek membranat qelizore të specit, të cilat janë gjithashtu një nga vlerat më të mira të shtuara të tij. Ekspertët e cilësojnë në specin djegës si një nga produktet më të mira në përditshmërinë tuaj, duke ditur kështu edhe rëndësinë ushqyese që ai përmban. Sipas ekspertëve, Healthline do të rëndisim disa nga vlerat kryesore që do të merrni nga konsumi i specave. Kapsaicin dhe speca djegës eliminon qelizat e dëmshme, sidomos ato të prostatës. Studiuesi thonë nëse meshkujt konsumojnë vazhdimisht speca djegës, parandalojnë ndjeshëm problemet e prostatës. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve. Një cilësi e njohur kohët e fundit e kapsaicinës është ajo për trajtimin e dhimbjeve të osteoporozës. Speci djegës gjithashtu mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të shkaktuar nga diabeti neuropatik. Kapsaicin është një produkt që pengon gjithashtu prodhimin e substancës P, një neuropeptidi që është transmetues kryesor i dhimbjeve në tru. Substanca P mund të shkaktojë edhe fijet nervore që mund të realizojnë në lehtësimin e këtyre simptomave. Specat e kuq djegës janë një produkt shumë i mirë edhe kundër inflamacioneve, duke sjellë rezultate të mira në këtë drejtim. Kapsaicina është një përbërës i fuqishëm antiinflamator. Ai po shikohet si një trajtim i mundshëm në trajtimin e artritit dhe psoriazës. Ndihmon për të rënë nga pesha. Kapsaicin është një përbërës termogjenik që do të thotë se nxit metabolizmin duke djegur në mënyrë natyrale kaloritë dhe dhjamin. Shumë suplemente të dobishme të cilat neve nuk na rekomandojnë kurse që shiten në treg përmbajnë kapsaicin. Specat mbrojnë shëndetin e zemrës. Ngrënia e rregullt e specave të kuq djegës mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Ndaj përfshirja e tyre brenda normës së lejuar mund të jetë një rol ndikues për mbrojtjen e tij dhe parandalimin e organizmit të dëmshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.